Atëherë, mirë ditë të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur në këtë komunikim të sotëm nga Shtëpia e Futbollit. Sot jemi me trajnerin e kombëtares U21 Alban Bushi, i cili po përgatitet nis grumbullimin me ekipin për dy ndeshjet e ardhshme zyrtare të vlefshme për kualifikuesit e Europianit moshës U21, ndaj Rumanisë dhe Malit të Zi, të dyja në transfert. Skuadra e shpresave do filloj grumbullimin të dielën në Durrës dhe pas disa ditë përgatitje do të niset për në Rumani në datë 16, ku do të përgatitet për ndeshjen e parë. Pas ndeshjes do të vazhdojë përgatitjet në Bukuresht dhe në datë 19 do të udhtojë për në Malezi për ndeshjen e dytë zyrtare. Do ta nisim me pyetje për trajnerin lidhje me këtë grumbullim, Jurgen. Profesor, dy kundërshtar ndaj të cilëve kemi marrë maksimumin në ndeshjet e zhvilluara në Shqipëri, ndërkohë që ndoshta mund të jetë udhkryqi i këtyre kualifikuesve, duke marrë në konsiderat faktin edhe ecurin që ka patur, le të themi, skuadra Kuqezi edhe në ndeshjet që ka kaluar, si e sheh skuadrën, e sheh gati dhe do të presin të marrin maksimumin për të përsëritur sukseset që kemi arritur dhe në Elbasan dhe në Rogozhin. Përshëndetje. Gjë më e mirë është që në 5 muajt e fundit ne kemi bërë 5 ndeshje. Pasur që Korikun dhe Gushën kemi pasur pushim, kemi bërë qershor në Bullgarinë, shtator, tetor, nëntor, dhe këto janë është diçka shumë mirë për ekipin, se ekipi është konsoliduar dhe janë njohur shumë mirë me njëri tjetrin. Dhe pak a shumë atë stil loje që ne kemi menduar të luajmë, ata e dinë shumë mirë se çfarë duhet bëjnë. Kjo është gjë më e rëndësishme, edhe për këtë ndihem mirë. Ndihem mirë edhe që ndodhemi në vend të parë dhe ekipi ndihet mirë që ndodhet në parë momentin, pavarësisht se kemi bërë 4 ndeshje dhe kundërshtarët kryesorë kanë një ndeshje më pak, por kjo nuk do të thotë asgjë. Sepse të jesh në vend të parë në këtë grup kaq të ekuilibruar është diçka e mirë, është një emocion i veçantë, është një kënaqësi e lojtarëve dhe është një motivim për ndeshjet e radhës, si shtat dhe ju me Rumaninë dhe me Malin e Zi. Mendoj si Rumania si Mali i Zi janë kundërshtarë shumë të fortë. Kemi luajtur, i njohim shumë mirë, siç na njohin dhe ata ne. Do bëjmë diçka ndryshe, siç bëm këtu ndeshjen e parë mendoj në Rumani, duhet jemi më pak të ekuilibruar, sepse ndeshjen që kemi bërë këtu me Rumaninë na kanë kapur shumë herë në kundrasulm, do mundohemi të jemi më të ekuilibruar tani ndeshjen atje. Gjithashtu edhe me Malin e Zi duhet jemi përsëri, sepse është një nivel pothuajse me ne. Duke parë dhe listën, kemi dy lojtarë që vinë nga kampionati shqiptar, dy risi si portieri Beqaj, ashtu edhe Rashica i Skënderbeut. A është motiv për lojtarët thirrja e këtyre futbollistëve nga kampionati vendas, ndoshta edhe për të tjerët për të motivuar për të ardhmen? Mendoj që janë dy lojtarë me perspektivë, janë datlindje, janë Rashica është datlindja 2004, gjithashtu edhe Beqaj. Mendoj që janë lojtarë të perspektivës, lojtarë shumë të mirë. Rashica është herë e parë që vjen me ne, ka qenë lojtari i trimit të Kosovës. Unë e falenderoj që ka zgjedhur Shqipërinë, ishte kënaqësi që të luante për Shqipërinë, mendoj që shpejt do i dali pasaporta dhe ta kemi gati për ndeshjen e radhës. Në Shqipëri unë kam thënë dhe herë të tjera që nuk është se ka shumë lojtarë të rinj që në kampionatin shqiptar, nuk është se i japin shumë dorë të rinjve. Ky është një problem i madh për ekipin kombëtar U21, se nuk ka ku kërkon lojtarë dhe jemi munduar do të kërkojmë gjithmonë jashtë. Edhe pak lojtarë që aktivizohen në kampionatin shqiptar nuk është se punohet shumë ata nga ana individuale për t'i rritur si fizikisht, si teknikisht, si taktikisht. Nuk mundem pa përmendur dhe Ibrahimovic, i cili po bën mirë në Serie A, një lojtar i cili është shumë i ri në moshë, ka patur interes nga Federata Shqiptare e Futbollit konkretisht për të afruar ndoshta në skuadrën e 21 vjeçarëve, ndoshta ai është akoma dhe më i vogël, ndoshta për të luajtur edhe me një grup moshë akoma dhe më të vogël. Çdo lojtar shqiptar që është kudo që është në çdo kampionat të Europës, ne e kontaktojmë, nuk diskutohet fare që ka pasur kontakt nga Shqipëria, por për arsye, të njëanshme të lojtarit, mund të presi Gjermaninë ose diçka tjetër, për këtë arsye nuk është thirrur, po çdo lojtar shqiptar që është në kampionat të Europës që luan, sidomos të jetë nivel për ekipin kombëtar, është i kontaktuar 100% nga ne. Bushi, realisht për t'u kthyer edhe një herë dy transfertave, çfarë pret konkretisht nga këto dy ndeshje? Për shembull, me sa pikë do të ishe i kënaqur për të qenë konkret fare? Faleminderit. Futbolli është i paparashikueshëm, pavarësisht se diferencat janë të mëdha. Rumania me Shqipërinë, kur i shef individualisht lojtarët. Kemi disa lojtarë që janë më të mirë se ata individualisht, po pak. Ata kanë shumicën e lojtarëve kanë goxha të mirë dhe kanë me minuta në këmbë në klube shumë prestigjioze në Europë. Domethënë është nivel i lartë.
Po e thash pak më parë që futbolli është i paparashikueshëm dhe mund ndodhi gjithçka. Ne do të shkojmë atje për të qenë të ekuilibruar dhe për të marrë një rezultat pozitiv. Tani kanë kaluar pothuajse gjysma e ndeshjeve, duhet të jemi edhe pak të zgjuar. Jo të jemi euforik. Mund të them që ishim pak në Finlandë euforik, edhe u ndëshkuam shumë shpejt me 2 gola 5 minutat e para. Euforik nga ne jo, po mbase nga lojtarët, se është dhe moshë, është një moshë që është një moshë delikate dhe secili mendon për më mirë, po duhet kemi kujdes dhe mbrapa. Gjë më e rëndësishme, unë e them gjithmonë dhe Shqipëria duhet ta ketë gjithmonë që duhet mbrojemi mirë sepse kundërshtarët individualisht janë nëse i lënë hapësira, janë lojtarë shumë të shpejtë, janë lojtarë shumë të mirë fizikisht dhe të bëjmë problem. Nëse nuk jemi shumë mirë mbrapa, pra të jemi shumë të ekuilibruar mbrapa, mos them të jemi gjithmonë pra një, ata 2 ne. Kështu duhet jemi pothuajse gjithmonë që të marrim rezultat pozitiv, por ndryshe kemi probleme. Kemi probleme sepse këtë e ka treguar historikisht Shqipëria. Jo vetëm tani, nuk mund të luajë Shqipëria një futboll shumë të hapur, pavarësisht se U21 ka luajtur futboll të hapur këto kohë të fundit, ka luajtur futboll sulmues, po jemi ndëshkuar mbrapa dhe edhe me pak fat kemi fituar. Domethënë, kundërshtari ka humbur raste që kemi fituar ne, po kemi bërë futboll sulmues. Pra, jam dhe i këtij mendimi që te kjo moshë, okay, nuk duhet shifet shumë rezultati, sepse më shumë të kënaqej futbolli luajtur bukur, të shënojmë gola, po hëngrëm punë e madhe, sepse këta janë lojtarë që duhet të shkojnë në ekipin A nesër pas nesër. Po kur jemi afër, mund të them, domethënë në vend të parë, mbas 4 ndeshjeve, pse jo ta tentojmë, pra të jemi më të ekuilibruar dhe jo të shkojmë shumë përpara. Patjetër që po, sepse edhe grupi është ekuilibruar, mund të them që Rumania është ekipi fort, ka fituar ndeshjet brenda, i ka fituar me 3 goditje standarde, 3 nga kornja, si me Armenin 2-0, ashtu edhe me Finlandën minutë 98 përsëri nga kornja. Armenia i ka bërë shumë problem Rumanisë në Rumani, dhe ka qenë ajo zotruese e lojës, pavarësisht se Rumania shënoi golat. Prandaj them që grupi është ekuilibruar dhe një rezultat pozitiv do të ishte mirë për ne. Do të ishte kreveve mbas 40 vjetësh, të treshi shpresat e Shqipërisë në demollarin e tjerë shkuan në teçet e Evropës, do të ishte historie 40 vjet më vonë, Bushi që shkon në Po, unë e di kështu si histori, sepse kam qenë 10 vjeç atëherë në 83-shin. Po, ka qenë grup shumë i mirë. Vetëm kur dëgjon emrat, atëherë bësh, unë jam dhe pak nostalgjik me këto emra, se i kemi ndjekur që të vegjël dhe kanë qenë emra shumë të mëdhenj. Besoj se e kanë merituar 100% teçen e Europianit, bile nëse do të ishim në këtë kohë ai grup, mase mund të shkonte akoma dhe më lart. Profesor, 6 lojtarë nga Kosova janë afruar muajt e fundit te ju. Pa tentuar të krijojnë polemikë. Ka qenë efekti Bushi që i ka bindur apo tjetër situata kombëtare madhe që është duke kaluar diçka fantastike? Nuk mendoj që është ekipi parë. Mund të jetë ekipi parë, apo nuk është Shqipëri, sepse ne kemi marrë gjithmonë lojtar shqiptar. Nuk është se është, po marrim vetëm tani që ekipi A ka rezultate. Është zgjedhja e tyre, thjesht ne i kontaktojmë, nuk është se jo për të bërë polemika, po thjesht kur është lojtar i mirë e kontaktojmë. Ke qef marrë me Shqipërinë po, thotë ai bujur. Domethënë s'është unë e kam thënë gjithmonë, nuk duhet që ta përsëris, po është një luks i madh që një lojtar mund të zgjedhë 2 ekipe, të zgjedhë Kosovën apo të zgjedhë Shqipërinë. Të dyja kombëtarët janë njësoj për mendimin tim. Siç ne na bëhet qefi ku Kosova ecën mirë, edhe atyre i bëhet qefi ku Shqipëria ecën mirë, jemi një kombëtar, mendoj nuk ka asnjë problemi. Kalojmë pak te rasti i Roko Vatës që vlerësimet tuaja kanë qenë vitet e fundit në mediat kosovare. Se ai nuk është në listë dhe për këtë edicion në time është djegur si të luajë në Shqipërinë, pasi ka luajtur në Irlandë. Gjë nuk është mirë të flasë për një lojtar që luan me Irlandën, kuptimin e saj. Nuk e vlen se është lojtar i Irlandës, kupton. Bushim, duke parë edhe organiken që ju keni thirrur për këto 2 ndeshje. A ka ndonjë lojtar që e ke pishman që nuk mund ta thrisje se është i padisponshëm? Pishman. Nëse nuk tani janë këta janë moshe vogël, kupton. Ne trajnerët si edhe lojtarët afeksionohen mbas lojtarëve nganjëherë, kupton. Pavarësisht se është i mirë ti afeksionohesh mbas atyre, janë disa lojtarë që unë të doja t'i kisha, por nuk është se janë në nivelin e këtyre që ne kemi thirrur.
E shpresoj që ata të rritën, të punojnë më shumë, unë i them gjithmonë atyre që duhet punoni shumë, sidomos në këtë moshë janë ata, jo 20 stërvitje, po 2 stërvitje, dhe mendoj që ata do të jenë shumë afër ekipit U21 mbas edhe kombëtarës. Por nuk është se ka shumë për momentin. Datlindja 2002-2003 është pak datlindje e vështirë për sa i përket. Ne jemi munduar edhe lojtarët, jemi plotësuar dhe me lojtarët nga Kosova, sepse është një datlindje e vështirë, datlindja 2002-2003. Profesor, duke qenë se është bërë një situatë paksa e çuditshme edhe me legjislacionin në lidhje me pasaportat, po ju pengon, po ju kthehet në një vështirësi ndoshta të çuditshme për vetë faktin se presidenti ka kthyer ligjin për lëshimin e pasaportave për sportistët apo dhe për personat e tjerë që kanë ndikim në kontributin e vendit tonë. Mendoj që jo. Ai fillimi ishte pak i vështirë, tani pasaportët me stadion i kemi bërë, thjesht presim pasaportën e Rashicës këtë ditë. Dhe nuk kemi, besoj se dhe mosha 19 u 17 kanë qenë korrekte me pasaportet, për kohët e fundit në stadion. S'ka pyetje tjera? Okej. Mirë, atëherë falenderoj shumë dhe gjithë mirë.